Horoskopi ditor e martë 15 prill 2025. Dashi. Kjo do të jetë një ditë mjaft e favorshme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të kuptoheni më së miri me partnerin tuaj dhe madje do të sqaroni dhe mosmarrveshjet më të vogla. Beqarët nuk do të jenë as sot me fat dhe nuk do ta ndryshojnë dot statusin që kanë. Në planin financiar do të jeni të përkëdhelur nga yjet dhe do të mund të realizoni të gjitha investimet e nevojshme. Demi. Pas një kohe të gjatë me probleme dhe vështirësi, sot gjëra do të fillojnë të vendosen në vendin e duhur. Do i shtoni paksa dozat e komunikimit. Beqarët duhet të tregohen diskret dhe të mos e japin veten pas cili do që do t'ju pëlqejë. Gjendja financiare do të jetë më e qëndrueshme, kështu që përfitoni për të shlyer borxhet që keni pasur prej kohësh. Binjakët, dita e sotme për të dashuruarit do të jetë goxha e trazuar. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit planifikuar. As ju dhe as partneri nuk do të jeni në humorin më të mirë të mundshëm. Beqarët më në fund pas disa muajsh do e bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer. Në planin financiar kënaquni me gjendjen me të cilën do të ndodheni dhe mos kërkoni më shumë, sepse mund të futeni në telashe. Gaforia. Duke parë konfigurimin e yjeve, sot jeta në çift pritet të jetë goxha e trazuar. Nuk do të jeni më aq të sigurt sa më parë, se personi që keni në krah është i duhuri për të kaluar gjithë jetën. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë të rësisht ndryshe nga çiftet. Ata do të argëtohen pafund dhe do të realizojnë takime fantastike. Në planin financiar mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Luani. Nëse jeni në një lidhje serioze, sot duhet i merrni gjërat edhe më seriozisht. Mos prisni që për çdo gjë t'ju kuptoj partneri se çfarë duhet të bëni, por tregohuni të vëmendshëm dhe qëndroni me këmbë në tokë. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të luajnë me ndjenjat e të tjerëve. Në planin financiar do të ndizet sinjali i alarmit. Nuk mund të kryeni dot as shpenzimet më të nevojshme. Vizhëresha. Edhe pse keni kohë me partnerin dhe dashuria juaj ka qenë e fortë, sot do të mund të përballeni edhe me disa kontradikta që do t'u aprishin humorin. Beqarët nuk duhet absolutisht të nxitohen, sepse mund të përballen me probleme goxha serioze më vonë. Personat që do t'i bëjnë për vete nuk janë të duhurit. Në planin financiar çdo gjë do të jetë si duhet. Peshorja. Partneri juaj do të ketë më shumë nevojë se kur për ju gjatë kësaj dite, kështu që gjeni kohën e duhur për të qëndruar me të. Beqarët do ja kalojnë mjaft mirë pranë disa personave që do të njohin, por nuk do të hedhin hapa më tej. Financat me vështirësi do t'i mbani në një gjendje të qëndrueshme. Dëshira për shpenzime do të jetë shumë e madhe. Akrepi. Do të jetë një ditë harmonike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të kuptoheni mjaft mirë me atë që keni në krah dhe nuk do të debatoni për asgjë. Beqarët do të jenë të parezistueshëm, kështu që mundësitë për një histori dashurie do të jenë të mëdha. Të ardhurat do të përmirësohen fal një trashëgimie goxha të majme, të cilën e keni pritur prej kohësh. Shigjetari. Ditë konfuze dhe as pak me diell kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ju zbulohen disa të fsheta që i keni mbajtur partnerit dhe ai do të mërzitet shumë për këtë në fakt. Beqarët nuk do e ndjejnë as pak nevojën e dikujt, sepse vetëm apo në shoqërinë e miqve do të ndihen mjaft mirë. Në planin financiar duhet të veproni me shumë kujdes dhe maturi, sepse situata do të jetë delikate. Bricjapi. Ata që janë në një lidhje do të tregohen më të disponueshëm ndaj personave që kanë në krah dhe do të jenë gati të bëjnë sakrifica për ta. Pjesa më e madhe e beqarëve do të realizojë disa takime fantastike, të cilat mund t'u ndryshojnë përgjithmonë jetën. Shfrytëzoni ditën deri në maksimum. Financat nuk do të jenë as pak në gjendjen e dëshiruar, kështu që duhet të bëni kujdes. Ujori. Ëndrat tuaja mund të bëhen realitet sot.
Partneri do të jetë i gatshëm të bëjë gjithçka që ju doni vetëm për t'u kënaqur. Ai do të gjejë mënyra nga më të ndryshmet për t'u shprehur dashurinë. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim breslënës. Financat do të fillojnë që sot të stabilizohen. Vazhdoni të bëni akoma disa kursime. Peshqit. Keni kohë që jeni në një lidhje? Doni apo nuk doni, sot do të keni ndryshime rrënjësore, të cilat do t'u ambushin jetën edhe shpirtin me gëzim. Beqarët duhet të kujtojnë gjithmonë se pamja jashtme nuk është gjithmonë e rëndësishme. Kjo do t'i ndihmojë të hidhe në krahët e personit të duhur. Mundësitë do të jenë të mira. Për financat nuk duhet të shqetësoheni.